Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke u shoqëruar me komentimin e kaptinës së njeriut. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka emërtu kaptina në emra të përgjithshëm dhe të përvetshëm. Pra, kjo kaptin konsiderohet për emrave të përgjithshëm, por që ka të bëjë me faktorin njeri. Për ndryshe të shumta janë kaptinat që Allahu I ka emërtu në emra të përvetshëm, kaptina Ibrahim, Maryam, Muhammed, e kaptina Nuh e të tjera që Allahu xhalla xhelaluhu I ka emërtu në kaptina në emra të përvetshëm, por kemi edhe kaptina që I dedikohen njeriut. Madje Kurani në tërësi dedikohet njeriut, por sikur Allahu xhalla xhelaluhu në këtë kaptin ka dashur të sjellë diçka shumë të veçantë për njeriun. I kemi komentuar 3 citatet e para të kësaj kaptine dhe do të vazhdojmë me tutje, por një rikthim, një përkujtim nga këto 3 citate për të ndërlidhur me pjesën e mbetur. Allahu xhalla xhelaluhu në citatin e parë thot mas Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allahu xhalla xhelaluhu I përkujton njeriu, thot se njeriu nuk ka qenë I përmendur para krijimit të tij. Pra, një përkujtim I njeriut se nuk të ka përkujtu, nuk të ka njoft askush para se me lind. E që I bie se sikur ky citat nxit, stimulon, inicon falënderimin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu që tani jemi. Që tani jemi faktor në tokë. Madje kemi ardhur për me ndërtu vlera në tokë. Pra, ky citat është shumë universal dhe shumë I përgjithshëm, flet për gjëra madhore. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu na përkujton se njeriu vërtet nuk ka qenë para se të krijohej, nuk është përmend. Këtu flitet, kemi thënë, për Ademin alayhis salam në radhë parë, por flitet edhe për njerëzimin përgjithësi. Konkretisht për neve. Kush na ka përmend neve? A na ka përmend neve 4 gjyshi, 5 gjyshi, para 500 vjetë ka thonë se ka me ardhë një stërnepi jemi emnin e ka kështu ose kështu? Jo. Atëherë ardhja jonë duhet jetë me mision. Ardhja jonë në këtë botë është me mision, kështu sikur Allahu xhalla xhelaluhu don të thotë. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Allahu xhalla xhelaluhu në citatën e dytë thotë, ne e kemi kriju njeriu prej farës së përzier. Pra, këtu është fjala, kemi thonë, për neve. Ndërsa Ademi alayhis salam është kriju prej dheut. Ndërsa Isa alayhis salam është kriju për fjalës kun feyekun, bëhu dhe është bë. Pa bab. Se për Allahun është e mundshme. Edhe na me u kriju në një formë tjetër pa çiftëzim. Pa u taku kjo farë. Por Zoti e din urtësinë dhe arsyeën. E Allahu këtu I ka përmend, kemi thonë, 2 organet tona, 2 gjymtyr. I kemi bën njeriu të ndëgjoj dhe të sheh. Pra, ndëgjimi vëllezër veshët nuk janë thjesht vetëm për ta ndëgjuar njëri tjetrin. Nuk është kjo arsyeja finale që Allah ne ka dhënë ndëgjimin, veshët. Nuk ne ka dhënë veç për ta ndëgjuar njëri tjetrin. Kjo është një prej madhështisë. Llogarit sot do në sikur t'ju kisha fol juve, edhe s'ndëgjon askush. Sa do të vlente fjala jonë. Pra, do të më marr pasaj kurse shtesë, trajnime shtesë, për me fol me shifra dhe me forma, për m'ja bë taft, e qiton sa e kemi ble. Nëse e këshmishtru një pyetje, sa e kemi ble veshët? Sa e kemi pagu ndëgjimin? E për me ditë që ta, ja vlen ka njëherë me shku me vizitu të smutit në spital. Që vujnë prej ndëgjimit, prej shikimit, prej zemrës, prej organeve të ndryshme që janë elementare në trupin e njeriut.
Pa do organe, jeta vazhdon. Në mungesë të disa organeve, jeta vështirësohet. Dhe e kemi bërë të shoh. Pra, edhe një detaj të ndëgjimi, esenca e ndëgjimit është me ndëgju faktet e Zotit. Esenca vëllezër që kjo është. Vesht Allah në e ka dhënë me ndëgju faktet që Zoti ka zbritur se ne jemi ardhur me mision. Që kjo është realiteti që përshkruan Kurani. Basira e kemi bërë të shikoj. Pra, shikimi konsiderohet për gjërave shumë plotësuese në jetë. E për me pa kështu, na duhet me marë model ato që nuk sheh. Nuk i sheh. Llogaritin sa vështirësi ka ai që nuk sheh, që është i verbër. Përveç që i mungon pamja e njeriu, pamja e globit, pamja e çdo sani, kjo ta është mungesë. Po llogarit sa vështirësi, sa zahmetet i ka në jetë. Edhe syt sa i kena blej. Sa i kena blej syt. Sa i kena pagu syt. Llogarit pra, këtë kapitalin që e kemi na, secili prej neve me shkrim, që to s'u bojmë. As vesh as syt. S'mund, që to punë as mos jam syn mjekësia spritet në herë me thonë se qatë shumë ka mu zhvillu mjekësia që ka me prodhu sy. Nuk është më problem. Jo. Këtu e në organe që nuk prodhohen. Këtu e veç Allah Gjellegjellu i krijan. Prandaj, shumë falenderim, shumë hamd për Allahun Gjellegjellu që i kem vesht edhe syt. Edhe syt pra parimisht janë për me i pa faktet e Zotit. Madhështit e Zotit. Po gjithsesi, në vlejnë edhe për komunikim. Llogarit, do thot, veç të i marmi komunitetin e të verbërve. Edhe i marmi të tjertë. Llogarit dhe më ketë me përcjellja, s'u del kur dush, s'u bë çka dush, s'u shka ku dush, s'u një gra kerrit e shumë, llogaritin që to gjëra vëllezër na i kem fal. Ketë për Allahut i kem. Jo që na kanë ardhur neve për shkak të autoritetit ton. Këto Allahu na ka ndëruar me to. E për atë arsye pra mesazhi është mos i keq përdor. Ç'ky është mesazhi? Mos e keq përdor veshin. Mos e ngatosh çka s'duhet. Pra, vënaja veshin mirë, që kanë thonë sahabët. Kur të thirr Allahu xhelle xhelaluhu, ya ayyuhalladhina amanu. Në Kur'an, o ti besimtar. Kanë thonë vënaja veshin mirë, se ose është të thirr Allahu me ta dhënë urdhën, ose me të largu pinin ndalese. Mos e keq përdor veshin. Keqpërdorimi është me ndëgju ato çka se do Zoti. Për fjalëve, veprave e kështu me radhë. Mos e keq përdor synin. Mos e shiko ato çka se don Zoti. Pra, edhe një detaj për me përmbyll çit pjesë, se kena folë edhe në javën e kaluar, po me folën një vjet për çdo dy organe kemi çka flasmi. Ta dim që çdo organ në trup është me limit. Është me limit. Veshi ka me ndëgju me limit. Syni ka me pa me limit. Vjen një kohë që të vjen keq që se ke përdor për mirë. Për shembull thjesht që s'ka kurfar filozofi. Për shembull, vjen një kohë që thu, për shembull, hajde bëna një sondazh shpejt tet moshunit. Hajde pja hapni kanë një libër që tash lexoni. Cila është ankesa e parë e të moshunve? Shoh. Kisha të pasja, po nuk shoh. I bjen që përdore, shfrytëzohet për lexim synin, shfrytëzohet për me madhru Zotin. Çdo krije se Allah e ka kriju, përdore me falendëru Allahun që këtë tjetë shërbimin tonë. Inna hedejnahu sebile, imma shakiren wa imma kefura. Allahu pastaj po thënë citatën e tij. Na e kemi udhëzu njeriun, hala për njeriun po flet, ja kemi tregu rrugën, shkurt. Kurani ka për çit punë. Kurani është libër udhëzues edhe në rrugën e Allahut, po udhëzues edhe në jetë. Na ka tregu çka lejohet, çka s'lejohet, ka me heca në djatha, në të majt. Për çata quhet libër i udhëzimit. Pra, me gjuhën e kohës po flas, pra nuk është i tillë Kurani, po si terminologji, është një lloj navigatori që të çon te destinacioni. Pra, thjesht po them vllazni pa komplikime. Pa komplikime. Nëse e përdor Kur'anin drejt në xhenet çon. Hiç mos u thot kështu, do më pa rezerva jeto. Nëse i përmbahesh asaj çka Allah thret, edhe çka është qëllimi. Destinacioni është xheneti. Po, jo vetëm kaq, po edhe në jetën e kësaj bote kemi jetu i lumtur, kemi jetu mirë, kemi jetu solidar, kemi jetu i begat.
kemi jetu komod, kemi jetu me dignitet njerëzor. E pastaj Allahu po thot, prej njeriut ka dy tabore, imma shakira o imma kefura, ose shqyrgji, falenderues ose mohues. Pra, ose do t'jenë prej atyne që për krejt qito, për synin, për veshin, zemrën, dijen, pasunijen, evlat që t'i ka unë Allahu, familjen, diturien, krejt këto, ka falenderus. Ka shkojnë ata, thonë, elhamdulillah. Që sa mire ka thonë pejgamberi sa. Kelimetani, khafifetani ale lisani, thaqiletani fil mizani. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Dy fjalë, po thot pejgamberi sa. Të lehta për gjuhën. Trana në pesh në ditën e gjykimit. Pra, i madhruar është Allahu, i patmetar është Allahu, i madh është Allahu. Pra, madhro Allahun për këto të mira që ti ka dhënë. Falendero Allahun, ka të shkojsh për këto të mira që ne ka dhënë, sepse dietarët islam thonë, Allahu e ka ndërlidh shtimin e çdo lloj pasurie që na e kemi në vetvete, edhe jashtë vetvetes, me hamd, me falënderim. Wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum inna adhabi lashadid. Nëse jeni shqyrgji, falënderues, o Zot, falënderoj që ma ka dhënë synin, veshin, zemrën, dijen, kamën, dorën, krejt që kemi. Të falënderoj që mi ka dhënë këto të mira, shtohen. Allahu e ka kurzu këto, shtohen. Të kundërtën për dhëtë Allah, wala in kafartum, e nëse ju mohoni, jeni mohus për qito, dini që dënimi jam është shumë i madhë. Djetarët kanë thonë, dënimin këtë botë është që ta merë Allahu qatë mirë. Dënimin botën tjetër është pagesa që është keq përdorë. Pastaj, pas kësaj, në citatin 4, në këtë se në kaptinën el insan, kaptinën e njeriut, Allah flet për njeriun dhe begatit që Allahu kam ja dhënë. Për besimtarët fakt. Veç një citat flet për pabesimtarët. Citati numër 4, Allah thot, inna a'tadna lil kafirin selasile wa aghlalen wa sa'ira. Për ata që janë mohues, pabesimtarë, kemi përgadit për ta zinxhir, pranga edhe zjarr. Vetëm këtë citat flet në këtë kaptin për pabesimtarët për në dëshkimin e tyre. Pa u thellu në detaje Allah. Dhe këtu ka urtësi vëllezër, ka urtësi që Allahu xhele xhelaluhu, pra, për banorët e xhehenamit, nuk flet shumë detaje, sepse krejto vujtje. Krejto është vujtje. Allah vetëm ka përmend disa lloje. Pra, kemi përgadit për pabesimtarët zinxhir. Pra, jenë të lidhur, jenë të parangosur, edhe në zjarr. Andaj, i bie që, pasi që është dhe vujtje, për vujtjen s'ki që ka flet. Për shembull, e keni vërejtë në jetën e përditshme, kur dikush për shembull ka vujt në kohë të luftës, ka vujt në burg, ka pas një bela, ka pas një telashe. Njerëzit nuk e dojnë këto, nuk kanë qef me një, sepse jenë emocione negative. Amo kur ti rrëfen për sukseset e tua, kur i rrëfen për të mirat e tua, me andjet në dëgjoj njerëz. Kjo është natyrshmëri. Këtu thonë dietarët islam dhe qëndron një prej urtësive që Allahu xhele xhelalu krejt kaptinën e njeriut, veç një citat ka fol për pabesimtar. S'ka nevojë më fol më shumë. Çka ka në xhenem? Po zjem, ujval, e në dëshkime, çka flitet për to? Domethënë, mjafton kaq. Për atë arsye, qysh ka ardhur në argument se kjo botë është xhenem, sankcionim për besimtarët, xhenet për pabesimtarët. Për faktin se çdo gjë në këtë botë për besimtarin është sankcionim, mungesë, mangësi në raport me xhenetin. Këtu na sun ham çka dojmë. Këtu na sun flendi sa dush. Këtu sun shkon ku dush. Ka rregulla, ka letra, ka viza, ka në shpitane ka njëherë ti s'munesh sa dush ti me nejt, e pengon tjetrin.
Po flasim na në raport me edhe me shtete tjera, jo vetëm tek ne, se ne pak a shumë i kim do rrethana të tilla, po ka shtete që ti, siç kemi thënë shumë herë, si të bëhet ora 12 deri në orën 1 i karrikin s'ki drejt për që duhet me ka beqiç atje. Është një fal ligji që shkurt e bezdisat këshin që ki afër. Pra, kjo është jeta kësaj bote. E për pabesimtar të xhenet. Pse xhenet për pabesimtar? Në raport me ato çka i pret, po thot Allahu. Atje çdo sen është vujtje. E për neve është sankcion. Në raport me xhenetin që është pastaj pa limit. Aty s'ka smundje, aty s'ka mplakje, aty s'ka mangësi asgjë. Madje në xhenet çka të shkon mendja? Çka ta don qefi? Qështu Allah e ka përshkruar në Kur'an edhe pejgamberi alayhis salam. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që dietarët islam në këtë aspekt flasin se pasi që Allahu thekson për mohuesit, ata që janë përbuzës këtyne të mirave, që kjo është në dëshkimi. Është një detaj që ja vlen me cek, se kënaqësitë të vëllezër janë të përkohshme, ama vujtjet janë të përhershme. Për atë arsye mos e kap të përkohshmen me hub të përjetshme. Çdo kënaqësi është e përkohshme. Wallahi merr pyete, çdo kon që ka prek në vijat kuqe, ka prek në gjunoha të mëdha, ton jetën e vun zemra e tij. Ama sa e ke shiju ti çat kënaqësi? Zotëruna ke pini pijet ndalune. Sa e ke shiju? A shijimi është me centimetra, se se ti në stomak mod nuk ka shije tani e mira për të keq që s'ka shije. Aja vlen për çata 5 centimetra krejt me rreziku të ardhmen. Këqyri ata që bojnë vjedhje, sa zahmetin e ka derisa ta realizon aktin. Çka pasoj? Këqyra ato zotëruna cili prekin moral të huj. Sa i ka zgjat që e kënaqësia tina? Sa i ka zgjat? Wallahi me sekonda. Ama vujtja ka me kanë e përjetshme, nëse nuk pendohet. Prandaj këtë çështje me pas parasysh. Shfrenimi të ndershëm vëllezër është i përkohshëm, ama prangimi është i përjetshëm. Ai që shfrenohet, dije që përkohësisht i të shfrenu. Morë madje edhe 100 vjet nëse jeton. Në këtë kohën tonë mesatarët 60-70 vjet. E kur ti llogarit shkret me gjumin, edhe paramoshjes madhore, krejt janë në pyetje një 20 vjet. 20 vjet qut jetë. Aja vlen për 20 vjet shfrenim me u prangu përjetësisht pastaj. Wallahi nuk ja vlen. Prandaj qitojen mesazhet që Allahu ja përmend njeriu në këtë kaptin. E Allahu xhel xelaluhu prej citatit 5 e tutje fillon këtë kaptin m'ia numëru njeriu që është rob i nënshtruar ndaj Allahut, çka e pret. Çka ka për ta? Innel ebrare yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Subhanallah, shikoni vëllezër, Allahu këto kur e ka nisë me fol për besimtarët. S'ka thonë të devotshmit. S'ka thonë besimtarët. S'ka thonë muslimanët. Por e ka përdoruar Allahu xhel xelaluhu një emërtim shumë të veçantë. Vërtet ebrar janë kështu me përkthy parafërsisht i bjen në kuptimin e gjuhës tonë, bamirësët, punëmirët. Për punëmirët, çështjen e parë që ja ka përmend Allahu që e pret në xhenet është kanë me pije aromatike, kafura. Pije aromatike. Sigurisht që na bën përshtypje kjo dhe janë 5 citate në këtë kaptin që flasin vetëm për pijet. E pak flasin për ushqimit, që në xhenet kanë me pi këta dhe kanë me pi këta dhe në këtë kaptin, për ndryshe në Kur'an kemi plot. Po Allahu din më së miri, siç thon dietarët e Islam, në Kur'an nuk ka asnjë citat që ka ardhur rastësisht ose hasha lilaj pa kuptim. Krejtën me kuptim. Pse këtu është përmend pija, nuk është përmend për shembull ushqimi, që në xhenet kanë me hongër këtë edhe këtë edhe këtë, shumë kanë fol dietar. Po ndërto është sepse interesimi i njeriu, egoja e njeriu i prin pra pija para ushqimit. Apo ajo pritja e gjatë, çuçi përshkruan disa komentatorë, ditës së gjykimit, temperatura e lartë, etja e madhe e shumë këto pijet.
Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu këtu përmend tash se ata tham Allahu po njerëz janë dy tabore, falendërues, shakir ose mohues. Ata që ishin mohues Allahu foli për ta. Një citat. E këta që janë falendërues, tash Allahu i ka emërtuar me emra të veçantë. E janë ebrar, pra janë bamirësa. Pra, që kjo bamirësi që e kanë bërë këta gjatë jetës, se prej fjalës ebrar vjen edhe fjala birrul walidein, pra respektimi prindërve, ose bamirësia ndaj farefisit, ose bamirësia ndaj varfërve, këtë bazën e kanë të që kjo shprehje. Andaj, Allahu xhelle xhelalu për banorët e xhenetit i ka emërtuar me këtë emërtim ose me këtë nofk për t'i shpërbly ose në një farforme për t'i dalluar nga të tjerët. Pastaj në citatin tjetër, Allahu xhelle xhelaluhu flet për detaje të xhenetit, për besimtarët, për bamirësit, për punëmirësit e kështu me radhë. Ajna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Çito pije që po thot Allahu kafura, pije aromatike që i kanë xhenet, ky po thot Allahu xhelle xhelaluhu është lum. Ajna yashrabu biha ibadullah. Është lum, janë lumej që pinë robët e Allahut prej tina, që buron fuqishëm. Po jo vetëm kaq. Thon dietarët islam, ky lum që përmend Allahu këtu me pije aromatike e përcjell banorin e xhenetit ku shkon me ta. Vëllazër, të paktën çashtu e kum kuptuar këtë ajet. E kanë thonë komentatorë, sikur të kishim ndëgjuar veç për çit mirë në xhenet, që një lum komentar për mas ty ka të shkosh. Veç që thonë se kemi xhenet, mendoj që ja vlen me sakrifiku për Allahun xhelle xhelalu. Kështu do thotë dietarët e islam kur e kanë komentuar, kanë thonë që Allahu xhelle xhelalu po ka shkon banori i xhenetit që ky lum i shko për mas. Pra, të ndershëm vëllezër, për atë arsye Allahu xhelle xhelalu në këtë kapitull, pra e përgëzon robën e tij. I tregon robit të tij se çka pret për këtë sakrificë, që ti sot ke lënë një orë me ardhmë fal, me kry obligimin e Allahut, me agjëru, kryen haxhin, ndalohesh për ndalesave, çito janë pritjet dhe çito janë shpërblimet në pika shumë të shkurta. Edhe shumë citate të tjera flasin pra për njeriu dhe begatitë e xhenetit, me të cilat do të shoqërohemi inshallah në ligjëratat tona të ardhme. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bën prej banorëve të xhenetit dhe të na mundson që këto shpërblime që Allahu na ka përgëzuar me to të jep hisetarët e tyne. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.